Pas shtëpisë së Zotit që mundesh me shku pa ftesë dhe qindra herë është shtëpia e babës dhe e nanës. Sa herë që të zgjohesh në mëngjes, të shtohet lumturia. Kjo është e vetmja shtëpi që qelsin e ke me vete, dhe kur të duash e hap derën pa të thonë askush pse hape. Shtëpia e babës dhe e nanës është e vetmja shtëpi që dera e saj shiqohet me sy të dashurisë, dhe duke u largu e sytë mbesin ka dera e shtëpisë. Kjo shtëpi të kujton qetësinë, stabilitetin dhe kënaqësinë e fëmirisë. Prezenca yte në këtë shtëpi, duke shiquar fytyrën e nanës dhe të babës, është ibadet. Biseda me ta është e shkallës së lartë të shpërblimit. Shtëpia e vetme që ke lanë aromën e jetës, aromën e gëzimit, aromën e lumturisë, është shtëpia e babës dhe e nanës. Ajo është e vetmja shtëpi ku sofra e ushqimit shtrohet vetëm për ty, pa dizajn dhe pa formalitet. Pra shtëpia e babës dhe e nanës është e vetmja shtëpi që të ofron çdo kënaqësi, çdo buzëqeshje, dashuri vetëm për ty.